Një muze i ri do t'i shtohet qarkut të Korçës dhe do t'jetë pikërisht në fshatin Boboshtic. Ish shkolla e fshatit do të kthehet në një muze që vjen si pjesë e projektit për përmirësimin e potencialit të turizmit kulturor në këtë zonë. Investimi po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në kuadër të programit për zhvillimin e infrastrukturës dhe turizmit në Shqipëri. Ky projekt është pjesë e nismës përmirësimi i potencialit të turizmit kulturor përmes zhvillimit të rrugës gastronomike në Korçë, e cila synon të lidhë trashëgimin kulturore me turizmin kulinar, duke krijuar një itinerar të rregjës për vizitorët vendas dhe të huaj. Ngritja e muzeut të Bobosticës bëhet në ambientet e shkollës së dikushme dhe projekti do të ruajë elementet arkitektonik tradicional, duke u kombinuar me hapësira moderne e ekspozimi që do të pasqyrojnë historinë, kulturën dhe jetesën e dikushme të fshatit. Ky investim jo vetëm që forcon identitetin kulturor të Bobosticës, por gjithashtu pritet të nxjisë zhvillimin e turizmit në të gjithë zonën e Korçës, duke e kthyer muzeun në një destinacion të rëndësishëm për studiues, artistë dhe vizitor. Projekti pritet të përfundojë brenda 300 ditëve.